Kryetari i Aleancës për Shqiptarët dhe njëri nga liderët e koalicionit AKI Arben Taravari ka votuar sot në zgjedhjet e përsëritura në Gostivar në shkollën fillore bashkimi, shoqëruar nga bashortjat dhe ditjen e tij. Pas votimit, Taravari uroi qytetarët dhe shprehu besimin se Gostivari do të udhëhiqet nga gjenerata e re, duke theksuar mbështetjen për kandidatin e AKI-s Balbon Limani. Ai tha se pret një proces zgjedhor të suksesshëm dhe të rregullt, pa paregullsi apo inxhiniering zgjedhor si në vitin 2013. Taravari shprehu pritshmëri pozitive edhe për komunën e Vrapçishtit, duke deklaruar se pret fitore të kandidatit të AKI-s Isen Shabani. Bashku sot me familjen e krymë obligimin qytetar, votuam për kryetarin e ardhshëm të Gostivarit, edhe pse në raundin e parë vetëm për 21 vot fatkeqësisht nuk u zgjodh Balbon Limani. Shpresoj se sot sovrani e ka fjalën, do të flet përsëri dhe besoj dhe uroj se një gjenerat e re të politikanëve do të vazhdojë të udhëheqë komunën e Gostivarit. Gostivari çdo herë ka pas kryetar dinjitos dhe shpresoj se sonte në mbrëmje përsëri do të kemi një ekip të re e cila duhet ta udhëheqë komunën tonë. Në bazë të informacioneve që marr, deri tash është çdo gjë në rregull dhe dalshmëria është pak më e vogël, si zakonisht në Gostivar qytetarët votojnë pak më vonë, por nuk pres që dalshmëria të jetë sikur në rundin e parë. Me siguri do të jetë pak më pak se rundin e parë. Për çdo kundi marrim informata që kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim ka përkrahje të jashtëzakonshme, por në mbrëmje përsëri e them sovrani do të flet me rezultatet që do të mblidhen prej gjitha vendvotimeve.